Për Kosovën, kjo ditë ka një domethënie të veçantë. Pas saj qëndrojnë mira histori të grave dhe burrave që sot bartin pasojat e saj, që kanë përjetuar gjatë luftës. Gjatë më shumë se 2 dekadave punës sonë me Dika Xhakova, kemi dëgjuar shumë histori të dhimbshme. Por kemi pasur edhe diçka shumë më të fortë, guximin për të vazhduar jetën, për të mos u dorëzuar dhe për të gjetur shpresë edhe pas përvojave shumë të rënda që kanë kaluar. Pikrisht, për këtë flet dokumentari Zëri Reziliencës, të cilin sapo e pam. Ai flet për njerëz që kanë përjetuar dhimbje të mëdha, por që kanë gjetur forcën dhe guximin të ecin përpara. Flet për dinjitetin, shpresën dhe të drejtën e secilit për të dëgjuar dhe respektuar. Në dokumentarin që pam sot, të mbjetorat flasin me fytyrë të mbyllur dhe me zë të ndryshuar. Kjo na tregon se ende nuk kemi arritur aty ku duhet ne si shoqëri. Ende ka frikë, ende ka paragjykime, ende ka heshtje. Prandaj është përgjegjësi e të gjithë neve të vazhdojmë të luftojmë stigmën, të ndërtojmë një shoqëri ku çdo i mbijetuar ndihet i sigurt dhe i respektuar edhe i pranuar. Për ne me Dika Xhakova kjo punë nuk është vetëm punë. Është një mision që vazhdon çdo ditë. Sepse pas çdo dere që hapet, pas çdo bisede, pas çdo kërkese për ndihmë, është një i mbijetuar që kërkon të dëgjohet, të kuptohet dhe të mos mbetet vetëm. Në këtë muaj të kujtesës dhe të nderimit, kur Kosova shënon përvjetorin e lirisë së saj dhe përkujton sakrificën e të gjithë atyre që bartën plagët më të rënda të luftës, jemi mbledhur sot për të lansuar dhe për të bërë lansimin publik të dokumentarit Zërat e Qëndresës, si një akt i dinjitetit, si një akt i kujtesës, si një akt i përgjegjësisë ndaj të vërtetës sonë historike. Ky dokumentar, përveç se është një prodhim filmik, paraqet edhe një hapësirë ku zëri kthehet në dëshmi, ku kujtesa merr formë njerëzore dhe ku e vërteta del përtej heshtjes. Është një kujtesë e gjallë se pas çdo historie ka një jetë, ka një familje, ka një plagë, por ka edhe një forcë të jashtëzakonshme për të vazhduar në tutje. Të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës bartën një pjesë shumë të rëndë të historisë sonë, por ata dhe ato nuk janë vetëm dëshmi e dhimbjes. Ata janë dëshmi e forcës, e qëndretës dhe dinjitetit njerëzor përballë padrejtësive të mëdha. Prandaj sot përmes zërave të qëndresës, këtë kujtesë po e sjellim në hapësirën publike në një formë tjetër, përmes zërit, përmes pamjes, rrëfimit dhe përmes dëshmisë. Ky dokumentar i fton qytetarët të dëgjojnë me kujdes, shoqërinë të reflektojnë me përgjegjësi dhe gjeneratat e reja të mësojnë mbi të vërtetën e Kosovës me dinjitet dhe respekt. Të dashura të mbijetuar, të dashur të mbijetuar, ju nuk jeni vetëm pjesë e historisë së dhimbjes sonë, ju jeni pjesë e historisë së forcës sonë. Ju nuk keni arsye për të heshtur dhe asnjëherë nuk keni pasur arsye për heshtje. Ju jeni arsye që ne të flasim më të qartë, të veprojmë më drejt dhe të kujtojmë me më shumë përgjegjësi. Ky dokumentar që pam sot është edhe një mesazh për gjeneratat e reja. Ato duhet ta njohin këtë histori, jo për të trashëguar dhimbje, por për të trashëguar vetëdije, jo për të rritur dhe për të rritur me urrëtie, por për të rritur me kuptimin e thellë të ririsë, të paqes dhe të dinjitetit njerëzor. Regardless of how many times I've been reading those stories, but to hear the voices and put it in this kind of format, which is accessible to everyone, is important. Cannot underline more how important it is.
like I have in this context always stated, those who survived the violence are the real heroes on this. And it is not a personal choice to be a victim of an aggression with overwhelming power behind. So that still is my message. Don't you ever dare to think that you are somehow in any way guilty. It is the aggressor. And you have survived. You are the heroes. This is the approach we have to take. And from behalf of the institution I represent, we want to continue this work together with you, and the role you have doing this is irreplaceable. You cannot find another way. You don't find an institution in the state who has intensively would work for this cause. And this is something that we also respect and support in all our steps, not only this week, but throughout the year and throughout the years to come. Thank you. Si kryetare Komisionit Qeveritar dhe si anëtare më herët për 8 vite me radhë, kemi pas mundësinë, përgjithësinë në radhë të parë të ndëgjojmë tregime të tilla si këto sot me mia. Aktualisht i kemi 2500 raste të cilët kanë aplikuar në kuadër të komisionit dhe mund ta them me plot kuptimin e fjalës që asnjë përjetim nuk është i njëjtë. Dhe ne jemi të vëmendshëm që dhe të vetëdijshëm që gjithmonë përjetimet janë shumë të vështira për t'i prezantuar, për t'i treguar pas një periudhe të gjatë kohore. Puna e organizatave të shoqërisë civile, 4 organizata të cilat janë të licencuara nga Qeveria e Kosovës për t'i mbështetur viktimat, ka ndihmuar shumë që këto viktima para se të vinë në komision për njëjtë statusi të shprehen dikon më herët. Kemi pas shumë viktima të mbijetuar, të cilët shpeshherë në prezencën tonë e kanë thënë që unë jam një shumë mirë kur për herë të parë kum bisedu me psikologun ose me psikologën në kuadër të shoqërisë civile, në kuadër të organizatave ku ato punojnë. Sepse asnjëherë nuk është e lehtë me shpreh dhe shpeshherë mendoj që duhet bashkërisht punojmë shumë, që t'ja bëjmë të mundshme dhe t'u tregojmë të mbijetuarve dhe të mbijetuarve të luftës që nuk janë vetëm, siç e thanë edhe parafolësit e mi, që gjithë këtu jemi për ta, dhe që kurdo që ata janë në gjendje të tregojnë, të prezantojnë për punën e tyre, ne jemi të hapur për t'i pritë dhe për t'i mbështetur gjithmonë. Do ta kenë mbështetjen e institucioneve, do ta kenë mbështetjen e shoqërisë civile dhe do ta kenë mbështetjen përgjithësi të gjithëve. Prandaj mendoj që bashkërisht mund të bëjmë më shumë, bashkërisht mund të ndihmojmë më shumë të mbijetuarit dhe e shfrytëzoj momentin dhe këtë bim këtu, që t'ju bëj thirrje të gjithë atyre personave të cilët ende nuk kanë vendosur të aplikojnë, të drejtohen në Komisionin Qeveritar për njojën e statusit. Njoja e statusit nuk është vetëm një njojë administrative që bëhet prej anës komisionit, por ne duhet bëjmë më shumë për ta, jo vetëm si njojë e statusit si mbijetuarit dhune seksuale, por t'i mbështesim ata, ashtu siç i kemi mbështetur deri sot, dhe të vazhdojmë të mbështesim edhe të tjerët në mënyrë që t'ju bëjmë dije që tashmë më herët nuk janë vetëm, dhe që këtë përjetim që pam dhe që ndëgjuam këtu nga të dy gjinit ta ndajnë edhe me të tjerët. Stigma ka qenë shumë e madhe, paragjykimi ka qenë shumë i madh, kemi punuar shumë në këtë drejtim, por mendoj që kemi ende për të punuar për ta luftuar stigmën, për t'i mbështetur fillimisht në familjet e tyre, mandej edhe në shoqëri, në mënyrë që të gjithë ta konsiderojnë të vetën të barabartë dhe ta kalojnë këtë problem të cilën me vite po e mbajnë në vete. Ata nuk janë një, nuk janë dy, dhe unë asnjëherë nuk jam e thirrur të flas vetëm me shifra. Aktualisht janë 2500 që kanë aplikuar, por ne e dim që ka ende shumë të tjerë, të cilët nuk kanë marrë forcën, guximin, kurajon të jenë aty, dhe ju bëj thirrje që të gjithë të jenë aty, sepse ata nuk janë shifër, por janë njerëz. Janë individ që kanë një përjetim, që kanë përjetuar një dhunë seksuale dhe turpi nuk është i tyre, por i atyre që kanë shkaktuar. Koha konfliktit në të raj 90% ndryshe jeta. Unë luktës kam pas 18 vjeqe.
Si kem pas halet ta ma 17 vjet. Dikush është s'mund me pa me ndaj, po ka ndrosh. A ti të kom si qërë në kiamet. Familja më nuk është as ndjeni, nuk e dhe kërkosh. S'ku mujtë mi kalëzo familjes, pa i kalëzo këfuj unë e ko ma shumë pasuja, ko ma traumë. Kam rënë depresion, se kur të mojsh në veti, gjitha herë është edhe ma e shtirë. As mjek dhe t'uj, nuk e kum besu mi u tregu, rasti që më ka ndodhë. Nuk kom pas besim, edhe gjitha herë e more ndoj keshën të i te. Përdosha hapa nuk isha kur fa ndjekimi. Kom pas agjëndësi, kom pas tut, kom pas temperatur trupit, kom pas atë ndjenjen si me pas me dek në istra. Një dek dikon, një dek që kom një që është dek dikosh me jem kanë shumë keq. Kur bëjke sabah isha kur bëhet aksham. Kur bëjshke aksham të isha kur bëhet sabah me po dritën. Tani mas një kohë martova, u feju, edhe i tregova, kur u feju në buret. Pa dhaj njëjtin rast, i ka ndur, edhe ato e ka marrë. Në burg, gjatë luftës, e ka përjetu njëjtën ngjarje, që aja ma e keqja se kur e kum një edhe mashe që ka ndodhë, aja kam edhe një traumë, edhe një trënditje, njërën ma mjezore kanë qyrë me na shkatërë qysh është mas keqte. Neve në ka ndokë, neve mashe që këna kom prej rëmimit, disa urë, deri ka ura tere. Nga ngjore si në kom unë edhe prindje dhe djolja uqës, treve, me një ngjore, me një vend, me një. Ka pos shumë, ka pos raste që edhe i kena shiku me sy tonë. Neve edhe gjallë dhënimet nga ka lidhë, nga bojë durë të lesa. Janë ko 7 persona, e tani u muneke kurse a rejprindin, u muneke mishti i kapke i bore me nëzirke. Me thëj u muneke, dhe i zabole, tani ato zdureke, ato në kanë mune kanë lidhë një treme. Në reshe, shkelma, e me automat të kryt thika. Shumë, e unë prinde, ku zate shumë, kur s'ka po zamër, po me më qynë sy, ku hangë shumë kupishë, po rishë. Gjithë kena ne, se lorgas ta më në kështë shumë sy një tjeve shkojtja prindi. Se më maram, në shqy prindit ose prindin me djallin. Veç, sti shumë jetë fështirë. Borri me asë një shok, me asë një antari familjes, përpos unë që jam bashkërti atina, e din se në asë një hes ka mujt me shprej ata që e ka pos në brenda me asë një njeri. Aje ndikon edhe ma shumë, se po të fizikisht, sa do të pak të maltretimet e mëdhaja, si ti kish fizikisht, edhe nashta me një pasuj, me shumë pasuja me la, është shumë ma let me kalu. A këtu psikikisht, edhe me ndu një rast e mashit është veçaj që e ka provue, që e ka përjetu, ja besan. U ka hënë shumë e ranë për neve, po që sot e mbjetu. Edhe pse dhe që të kejna orë për neve, po me shtirë s'ka, a njëri munduhet me kalu, ose mund. Sa do që ka një herë, adin, kanë ta me kalimin e kuës kalën, ka ndoj shumë e rana.
thot ma kanë gjujt qiken, më kanë hi mrena, edhe nuk unë edhe ajo smut, ajo ka nejt në për doktor, ka nejt spital ma shumë, spital ka nejt, sa ka nejt shpi. Burin e ka pas, a më tash burin nuk e din që vjen ajo këtu. Unë e peja ti më momentit kur jam bashku për më tonë edhe kom thonë një si jetë e re. Jam ponë një vetë me tonë jam ponë shumë i lumtur. Po momentin që erdha ja për Kosovë vitin e mram, vike shpesh shpeshet për aja, tani 2 netër para, në gjumë, ku mbërti, drita dhejës. Se mu kujtoj ke këret në gjarja. Atë ditën e pare, ditën nuk më ka bo zonë. 3 e natë, kisha pas bërtit fajta dhe kun full kretë që shi kun po në gjarë, që më ka ndohë, ty bërtit plakit, ta më shëllë, oj. Ku i nga dronë tani, 3 ditë, tha, ty e më bo për në kom Prishtinë. Tha, qa u bo, tha, pse, tha, qeshtë, tha, ja kon, tha, tene i njekan, po, tha, qa ki, thashtë. U më love njëherë me thonë, shko ke prindeve, që më ka ndek prind, jam mërzit, edhe vetë rove. Tani thash, po du me të kalëzu, thash, se na thash, shpët vërtete. Ka shqyshtu e qeshtë në gjarën. Edhe automatikisht u zbej. Qysh, thash qeshtu e qeshtu. Veç automatikisht i ka palu telefonet qantën, e ka bo pagesën në të, e na hymë kërë, as i fjole që më nesha bo dhe eq, po i kom të regu kërë, se na shku të familja e sojna, ma ka bo blukën të nëm, edhe ka thonë në mu zbejt emocionet. Se i ka ndot qeshtu, tani ma kanë prish kunjorin për me avokat. Tani për ati momenti mu moranu jetë a më shumë tani. Edhe kënejnë edhe nejnë, thash më jetë për mu s'kom. Të rjerë kum doshtë për me bo vetë vrosë. Po me tush dhe sa mishte pushtë, s'kum besu mu për me jetu. S'kom mu dalë, s'kum besu. Vetëm djoli togjës se që ju kune vaj në pjesë për me nivel, vetëm ma ju më përkërove, dhe më ka përkërove dhe vaj më ka pështu jetën ndoshta ma shumë se 3-4 herë. Për shkak që unë i kom do intervista, i kom të regu, për shkak që jam dollë, kom pranu, më nuk kom fulli në zninja dhe grëmë të baj. Shursa. Tre uj kote. Pse ti e dollë, pse më në bëhur, pse më në këri. Paraqitën në organizatën këtë Medika Gjakova, të në kam përkëra jashmase. Meta, ndru, ke virdhuru, më shkeke me një vishkes, veç api dalë qëtu një kjevet, api dalë qëtu i trenit, api dalë qëtu thesh s'pa meta. Përse zote që më sfirazin kjevet autobusët, më do këshin që e s'ka kur gjë, më do këshin që më shku nartë, për naza në të në qysh, më do këshin s'ka kjerë. Ate tjerë në zvelat, ato s'di zote ati ku shenë folë, do lapi kafes, më ropu, ja kom shku nëzë kërë që ja kom shku mesajën ty. Ashtë jam qëtështë, automatikisht më kanë kontakt, zban thashtë, ashtë më du mi dalë thashtë treni. Shka vërka jam, automatikisht më kanë shku thë zban. Flasën të na, më kanë të jërë më kanë. Zoti më kam, nuk e di qësh. Na kanë dhona dhe më të për jetë, na kanë folë shumë pjallë të mira, na kanë përkrap në gjithë shka. Normal që e liran vetën shumë në orë këto. E lipëm drejtësinë, edhe me marrë dënimin e meritun ata që e kanë bo. Në njëre mash njerëzore.
Komisionit Qeveritare për njohjen Ju na keni mësuar, se edhe keni mësuar që kur një zë heshtet për vite më mbi të gjitha është për ju dhe për zërat, por që sot po dëgjohen me respekt dhe me dije. Le të dëgjojnë së bashku zërat e Reziliut.